Ecuria e lulëzimit në parcelat me mollë dhe qeshi në zonën e Korçës po ndiqet me vëmendje nga fermerët, të cilët paralajmërojnë ndërhyrje të nevojshme për të garantuar prodhim cilësor, ndërkohë që në disa parcela është vënë re një zhvillim i mirë i lulëzimit. Sipas specialistit të pemtarisë Nevion Dela, kushtet aktuale pritet të ndikojnë pozitivisht në prodhim. Megjithatë, ndërhyrjet agronomike mbeten të domosdoshme. Jemi në fazën e butonit rozë në pemtoret me mollë. Shikojmë një zhvillim të bujshëm si vjet, kemi lulëzim të bollshëm, ndërsa si vjet situata paraqitet shumë e mirë, do thoja unë, dhe nga vizitat që kemi bërë në terren, në zonat të ndryshme, do në zonat potenciale të prodhimit të mollës, kemi një situatë shumë të mirë. Dela thot se tek mollët pritet të aplikohet rallimi kimik, një proces i rëndësishëm që ndihmon në reduktimin e numrit të frutave për të përmirësuar madhësinë dhe cilësinë e tyre. Në rast të lulëzimit të bollshëm do kemi edhe trajtime kimike për rallimin e frutave, pasi dhe fuqia punëtore në këtë periudhë është e diskutueshme dhe fermerët janë të gjithë të angazhuar për ta kryer këtë proces. Kështu që mund të përdoret me sukses rallimi kimik, është aplikuar dhe vitet e kaluara dhe ka dhënë rezultat, por mund të kemi dhe rallim manual të shoqëruar në varësi të kushteve dhe të gjendjes së pemtores. Parashikimet paraprake tregojnë se nëse kushtet atmosferike vijojnë të jenë të qëndrueshme dhe menaxhimi agronomik kryhet sipas rekomandimeve, prodhimi i këtij viti pritet të jetë i kënaqshëm, si në sasi ashtu dhe në cilësi.